Në fakt janë dy punonjës policisë komisariatit numër 3 në kryeqytet, të cilët në kohën e detyrës së tyre kanë përpiluar shkresa apo dërguar letra drejt Agjencisë Mbikëqyrjes Policore për pranimin në strukturë të Mustafa Sheqerit. Detyra e tyre ishte të verifikonte nëse kandidati për Agjencinë Mbikëqyrjes Policore kishte apo jo kartel të pastër, për shkak se certifikata sigurisë jepet nga DSIK-ja, që është institucion tjetër i veçantë. Për këtë dhe në kartotekën e policisë kishte apo jo informacione për kontakte të papërshtatshme. Dy oficerët e policisë së komisariatit numër 3, kur i ka ardhur kërkesa, kanë konstatuar dhe kanë kërkuar në kartotekë mbi këtë person. Po mund ta ketë pasur të afërm ose mund ta ketë pasur tani lidhje familjare? Ato verifikojnë në kartotekën e policisë. Nëse Sonila Musaj ka ngarkesa penale dhe nuk del asnjë dhënë për ngarkesë penale dhe ka një informacion të brendshëm, SK2 quhet, në policinë e shtetit, të cilët hedhën çdo informacion për persona që kanë kontakte të papërshtatshme. Pra ti mund të mos jesh në konflikt me ligjin, por ti shoqërohesh me Ervis Martinën, për shembull. Po mund ta kem kushurirun. Quhet vërtetim besueshmërie. Po edhe jo, po. Edhe e shkruan, domethënë. Shkruhet në sistemet e brendshme të policisë dhe janë një grup njerëzish të cilët kanë akses mbi këto informacione. Dhe ka rezultuar që edhe një dhënë e tillë nuk ka dalë e provuar, pra që ka një kontakt të papërshtatshme dhe farë mënyrë ka qenë brenda kuadrit ligjor për t'i dhënë një leje apo një aprovim që më pas në mesin e shtatorit ai të marrë detyrën e agjendit operacional të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, çka do të thotë që agjendi operacional kryen veprimet në terren në momentin që gjykata e rrethit apo gjykata posaçme do të arrestojë nga drejtori i përgjithshëm deri në oficerin më të thjeshtë, ja jep këtë letër agjendit operacional që më pas do shkojë t'ja komunikojë masën e sigurisë të vendosur nga gjykata. Pra ka pasur një rol shumë kryesor. Sigurisht që ka pasur gjitha mjetet e përshtatshme, beçpune, armëzjarri, uniform, që tashmë kemi parë raste fatkeqësisht që po përdoret uniforma dhe po përdoren sistemat e policisë për qëllime kriminale, duke mos qenë fare në strukturën e policisë së shtetit. Një rast i ngjashëm, pak në 2 baza armatimi të zbuluara së fundmi, kemi pasur mjete policore, uniforma policore, me mbishkrimin policia, pra jelek policia, antiplum, të cilët të shtyjnë të dyshosh që janë apo përdoren për qëllime kriminale. Tani, ndodhi ngjarja. Faktikisht se s'na i tha deri në fund. Ka patur, si thua, lidhje me elemente të tjerë? Në kartotek policisë dhe nuk figuron. Nuk figuron të asnjë. Pra plotësot të kushtet për çm pjesë. Kurse faktikisht ne gjetëm atë në makinë pikërisht me një element. Atëherë kjo duhet sqaruar. Po pra. Pra, kjo duhet sqaruar. Së pari duhet sqaruar rrethanat shoqërore apo familjare që ka me personin në fjalë. Ka rezultuar në fakt që Muçi Shaljani Sheqeri rreth vitit 2009 vëllai i këtij të fundit ka kryer një vrasje që nuk është raportuar në kartotek. Një vrasje për të cilën nga ana e autoriteteve asaj kohe është cilësuar vrasje nga pakujdesia. Pra, që ty nuk bën të dyshosh që vëllai i këtij personi ka kryer vrasje me dashje apo mund cilësohet kriminal sepse ka kryer një vrasje. Është në atë kohë cilësuar vrasje nga pakujdesia, për cilën ka bërë dënim dhe e ka mbaruar dhe nuk ka pasur më punë me drejtsinë. Prej asaj kohe, vrasja nga pakujdesia ndodhin edhe në punë. Vrasja nga pakujdesia ndodhin kudo, më kupton? Por jo që ti ke qëllimin kriminal që ti ta bësh vrasjen apo të kryesh vrasje të tilla.